Gjatë ceremonisë mortore të Eldion Kelmendit, vllait të Gjestit, një incident i papritur ka shkaktuar indinjat të madhe publike dhe është bërë temë diskutimi në rrjetet sociale. Eldioni, një i ri plot energji, humbi jetën tragjikisht pas një aksidenti me motor, duke lënë pas një dhimbje të pamatshme për familjen dhe të afërmit e tij. Varrimi u mbajt dje në orën 17 në varrezat e fshatit Pavlan, ku morën pjesë 10 qytetar, miq dhe figura publike, të cilët kishin shkuar për të dhënë lamtumirën e fundit dhe për të shprehur ngushëllime. Atmosfera ishte e rëndë, e mbushur me lotë dhe dhimbje, por ajo u trazua nga një sjellje e papërshtatshme që nuk i shkon përshtat një momenti kaq solemn. Disa nga të pranishmit u fotografuan duke shkelur varret e ndjerëve që ishin të vendosur pranë varrit të Eldionit, një veprim i cili u raportua nga qytetarë të indinjuar dhe më pas u shpërnda në media. Këto pamje u konsideruan nga shumë njerëz si tregues i mungesës së kulturës së respektit dhe i indiferencës ndaj vendeve të shenjta të pushimit. Shumë qytetarë reaguan me zemërim, duke e quajtur këtë një akt të turpshëm dhe të papranueshëm, sidomos në një moment kur duhej të mbizotëronte vetëm dhimbja dhe solidariteti njerëzor. Në rrjetet sociale, reagimet ishin të shumta dhe të ashpra. Shumë komentues theksuan se respekti ndaj varrezave nuk duhet të cënohet kurrë, sepse ato janë vende ku prehen në qetësi ata që nuk jetojnë më, ndërsa të tjerë bën thirrje që të rritet ndërgjegjësimi publik për etikën gjatë ceremonive mortore. Sipas tyre, ky incident nuk është thjesht një gabim i rastësishëm, por një tregues i mungesës së ndjeshmërisë dhe i shturjes së vlerave tradicionale të respektit ndaj të vdekurve. Familja Kelmendi, e cila tashmë është duke kaluar një dhimbje të paimagjinueshme për humbjen e Eldionit, është përballur edhe me këtë situatë të pakëndshme që vetëm sa e ka thelluar plagën e tyre. Për ta, përveç vujtjes së humbjes, ky incident sjell një ndjesi shtesë hidherimi, sepse dita e lamtumirës së fundit për të dashurin u njollos nga një sjellje e padenj. Të afërmit dhe miqtë e familjes kanë bërë apel për qetësi dhe për respekt, duke kërkuar që këto momente të mos përdoren për sensacionalizëm, por për reflektim. Në fund, publiku e ka cilësuar këtë incident si një thirrje të fortë për reflektim mbi kulturën e respektit dhe dinjitetit në raste të tilla. Shumë kush kërkon që të mos harohet se dhimbja e një familjeje është e shenjtë dhe nuk duhet të zbehet nga veprimet e papërgjegjshme. Ceremonitë mortore janë akte humanizmi dhe solidariteti, ku çdo gest duhet të shprehë ngushëllim dhe jo mungesë kujdesi apo respekti ndaj të tjerëve. Ky incident, i quajtur i turpshëm nga shumë, mbetet një shembull i hidhur që duhet të na shtyjë të gjithëve të reflektojmë për vlerat tona dhe mënyrën si sillemi në momente kaq të ndjeshme.